أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai Gjalla Xhalalu. Salamat ja dërgoj Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën. Vazhdojmë dhe sot me lejen e Zotit Gjalla wa Ala dersin e 48 me radhë nga veprat e zemrës, e që neve në disa derse të kaluara kem fol rreth një vepre të zemrës që është frika ndaj Zotit Gjalla wa Ala, ndërsa me lejen e Allahut të lartësuar tash disa derse do flasim rreth një vepre tjetër të zemrës, e që është teje e rëndësishme për jetën e muslimanit, është sabri apo durimi. Sabri apo durimi është vepër e zemrës që robi ose shpërblehet për te ose nuk shpërblehet dhe dënohet për te. Allah Azza wa Jalla thotë laqad khalaqna al-insana fi kabad. Thotë me të vërtet ne kemi krijuar njeriu në vështirësi. Thotë Zoti Gjalla wa Ala, e kemi krijuar njeriu në vështirësi. Njeriu kur del në këtë dynja, del duke qajt. Del fëmijë i vogël duke qajt, pastaj ballavaçohet me jetën që cilën Zoti Gjalla wa Ala ja ka dhënë në këtë dynja, qoftë në adoleshencën e tij, qoftë në moshën e pubertetit, qoftë në moshën madhore, qoftë në pleqërinë e tij. Jeta e njeriut është me sfida të ndryshme, me zbritje dhe me ngritje të ndryshme, me smundje, me liri, me mos liri, e kështu me radhë. Pra njeriu në këtë dynjë ka sfida të shumta. Ka ballavaçime me të vërtetën, ballavaçime me të kotën, ballavaçime me armikun, ballavaçime me smundje të ndryshme, e të gjitha këto të dashur vëllezër, lypsin durim, lypsin sabër. Përndryshe, në qoftë se njeriu nuk e kupton jetën e tij, që ka me pas ballavaçime dhe sfida të ndryshme, atëherë edhe nuk bën sabër, nuk bën durim, sepse mendon që të gjithë do të më shkuë jeta e tij në rregull dhe pa koni far sprove, pa koni far hjeke, po do të më shkuë në rregull bile kur sprovohet në diçka e qëtë prej goje fjalë që nuk do të me dalë, thotë, për çka i kombane Zotit që po më sprovon. Në qoftë se në këtë formë të e këptën sprovën, ti kera për sprovës, hala pa e nisë. Edhe nuk guxon muslimani me qenë i tillë, po do të me ba sabër dhe durim dhe gjitha sfidat e jetës. Sabri në gjuhën arabe me khudhën mine habsi wal man'a. Do të thotë në aspektin gjuhësor, sabri apo durimi, do të thotë habs, frenim, al-man', ndalim, me nal vetën. Fa huwa habsu an-nafs min al-jaz', është nalja e vetës nga çorëditja. Kështu është sabri. Në aspektin gjuhësor, kur marr dhe shikon rrjedhjen e fjalës në gjuhën arabe, se çka do të thotë me nal, me frenu vetën nga çorëditja, sepse njeriu që nuk bën sabër çorëditet. Shfrenohet, del nga kontrolli, nalja e vetës mos me dal nga kontrolli. Kjo është sabri në aspektin gjuhësor. Wal lisan an tashakki, dhe nalja e gjuhës nga ankimi. Në aspektin gjuhësor, nalja e gjuhës nga ankimi. Wal jawarih an latmi al khudud, dhe me nal trupin, gjymtyrët nga shthurja e tyre, sepse dikush kur ka sprove godet kokën, i godet këmbët e tij, i shkyn teshat e tij. Gjitha këto kuptojnë se çfarë do me thonë sabri në aspektin gjuhësor. Pra me nal njeriu vetën e tij, me frenue gjuhën e tij, me frenue gjymtyrët e tij, mendjen e tij. Kjo është sabri, durimi të cilën duhet muslimani me pas parasysh. E jo do më thonë me i te i kalu të gjitha kufit, që pastaj mos me qenë vetja e tij dhe me ngjasu kafshëve. Në aspektin shariatik ka shumë definicione sabri, në aspektin e shariatit fesë e Zotit,
Mirë po, ma i gjëri në kuptim është shumë i shkurt në rreshta. Thonë disa problemarët e Islamit, habsu nefs ala ma yaqtadihi al-aql wa shara. Nalja e nefsit deri në kufit e mendjes edhe shariatit. Nalja e nefsit derisa nuk i te i kalon kufit e shariatit Zotit dhe mendjes. Që kjo sabër, në moment që i te i kalon kufit e shariatit fesë Zotit dhe mendjes logjikës së njeriut, nuk ka sabër ai ma, s'është sabër. Ajo është çrëditje, ajo është dalje nga soazat e njeriut. Feja Zotit xhallahu ala na mëson si me bë sabër, na mëson ku i ka kufit, çka duhet me njeriu me vepru, siç do shohim në vazhdim, kur ka domethënë sprova, çka duhet me vepru. Domethënë i ka kufit që e ruan nefsin e njeriu, mos më u ngjasu kafshëve. Mos më ngjasu gjërave të cilat nuk i takojnë njeriu të mençur. Njeriu që ka logjik të shëndosh. Pra shkon çfarë definicioni të mirë ka sabri. Pra me enol veten deri në kufit e shariatit Zotit dhe kufit e mendjes. Këto është sabri. Jashtë këtyre njeriu nuk quhet më sabërli. Nuk quhet më sabërli. Për këtë ka dallim të dashur vëllezër me sabrit të njeriu të fisnik edhe sabrit të njeriu të lig. Ka dallim shumë. Sabrit të njeriu të fisnik, që ja ka frikën Zotit xhallahu ala, është i devotshëm, e din çka është sabri, e din manon e sabrit. Dhe njeriu të lig. Pse? Sepse njeriu i lig bën sabër në rrugën e keqe. Bën sabër në rrugën e keqe për ta kënaqur armikun e tij, shejtani alayhi lanatullah. E njeriu i mençur, i devotshëm, besimtar i mirë, bën sabër në rrugën e Zotit për ta kënaqur krijuesin e gjithësisë. Ka dallim të madh mes këtyre dy grupe, mes këtyre dy njerëzve. Ai i cili bën sabër në rrugën e keqe. Bën sabër në rrugën e keqe. Sakrifikon në rrugën e keqe. Don çuditet njëri çysh bën sabër ai. Në për harame, në për çorëditje ndryshme, edhe nuk ka mundësi një tros sabër me bë për hir të Zotit. I thonë, hajde fale namazin, thotë, s'moj vallaj, s'moj, të s'kam kohë. Nuk ka sabër me ardhë me falë namazin, nuk ka sabër me ardhë me falë namazin xhumas. Ama sabër bën me shku me bë harame me shokët e vetë që menja nuk ta merr. Ka dallim mes ti sabrit njeriu të lig, që është në rrugën e gabuar, edhe sabrit të njeriu të devotshëm që është në rrugën e drejtë. Për këtë ulema e Islamit thonë, "Vel kerim yasbur fi ta'ati ar-Rahman." Fisniku bën sabër në rrugën e mëshiruesit, në rrugën e Zotit. Wal laimu yasbiru fi ta'ati ash-shaytan. E i ligi bën sabër në rrugën e shejtanit. Këtë arsye dashur vëllezër tregohet një rast në kohën e Imam Ahmedit rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmedi e kanë fut në burg, ka qenë hoxh i madh, dietar i madh i kohës, s'ka pas dietar më të madh kohën e tij. E kanë fut në burg për shkak se nuk i ka shku për zhagje për shtetit, si ka bërë rafsh. I ka kundërshtu ku se kanë pas mirë. E kanë fut në burg, çdo ditë ka 100 kamxhike kanë dhënë. Çdo ditë ka 100 kamxhike kanë rrej me Ahmedin. Dhe dikur ka fillue me ndi dhimbtën shumë. Ka qenë në burg një hajn. Në burg me tonë në Çeli ka qenë një hajn me Imam Ahmedin. Edhe kur e shohani që Imam Ahmedi po don gati se me, më thoi za me lëshu sabri, ka thonë o Imam, bon sabër se ti në të vërtetën. Ka thonë mu se herë më rejnë, të më zonë të më vjedhë, po bëj sabër, ka thonë në hajnin të eme, të më rejë, ty thot në hak, në të vërtetën, në shme bo sabër ala ma shumë. Thonë, e ka kuptuaj që unë e ka thonë në të kotën po bëj sabër. Edhe po jam burg me ty për në të kotën, po më rejnë për shkak se në të kotën. Aty, po të rajnë për shkak se ti në të vërtetën, ti në rrugën e drejtë, ti e dush me ba sabër ala ma shumë. Thotë, kjo fjallë më ka shtëngu shumë, edhe më ka bo që ma asë një dhimë të mësë mendi pastaj. Asë një dhimë mësë mendi, dhe më thonë, ka dalim mes ati i cili bën sabër në rrugën e Zotit, sabër i fisnikve, edhe sabrit atyre që bojnë sabër në rrugën e shejtanit. Andaj,
secili prej neve duhet me pyet veten e vet, në cilën rrugë bën sabër më shumë? A bën sabër në rrugën e Allahut azza wa jall? A bën sabër në rrugën e shejtanit? Allah na ruaj nga rruga e tillë dhe devijimi i tillë. Prandaj njeriu duhet ketë kujdes, sepse sabri i fisnikut ka dallim prej sabrit të ligit njeriu të lig. Gjithashtu sabri i ka dy lloje të veta, sabri i mirë. Sabri i mirë dhe sabër. Sabri i mirë do të thotë gjuha mos manku asnjëherë. Sabrun xhamil. Gjuha jon mos manku asnjëherë. Askujt mos manku me gjuhën tonë, as me veprat tona. Po vetëm Allahut subhanahu wa taala. Kjo është sabrun xhamil që Allah azza wa jall, sabri i mirë që Allah i lartësuar e lavdron në Kur'anin fesnik. Dhe sabri që është normal që njeriu ka mundësi me jo anku dikujt nga krijesat e tij, por nuk e humb inshallah taala shpërblimin. Ka mundësi me jo anku me thonë kam filan dhimbten, e kam filan smundin, e kam filan problemin, jo ankohet adresave të caktuara të cilat ka mundësi me apo në zgjidhje. Jo çdo kujt. Kush do të vjen ti me anis me atregu krejta problemet që i ki, nuk është sabër. Kush sabër? Konta zatet që në rrugë, me anis me tregu tash problemet që i ki, e probleme familjare, financiare, problematikat që i ki, kjo nuk është sabër. Sabër për shembull është që shkon te mjeku dhe i tregon që kam dhimbje. I ke bërë sabër gjatë smundjes, po e ke adresu në adresën e duhur. Jo me tregu gjithkujt, për arsye se humb efektin e sabrit dhe të shpërblimit. E humb efektin e shpërblimit, sepse besimtarët e dinë që Allah azza wa jalla thotë inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu azza wa jalla thotë ka përgatitur për ata të cilët bajnë durim, janë sabrli, ajrahum bighayri hisab, shpërblime pa hesab, pa llogari. Për ata të cilët me të vërtetë bajnë sabër dhe bajnë durim, sabrun xhamil. Për këtë Allah azza wa jall e lavdron Jakubin alayhi salam kur bën sabër për djalin e tij Jusufin. Bën sabër shumë, saqë kur është mërzit për ta, i ka kajt zemra për birin e tij që e ka humb edhe kanë shku vite e vite, nuk e ka pa, nuk është anku të askush. Po në vetën e tij çka ka thonë? Ja asafa ala Yusuf. Mirë për Jusufin ko është tash, që ka bënaj? A është gjallë, as është gjallë. Nuk ka thonë mirë për mua dhe tash me fillu me vajtu, për shkak që e ka humbë fëmijën e tij. Për këtë Allah azza wa jall e ka lavdru, ka thonë sabrun xhamil ka bëu njëri, sabër të mirë. Për këtë thot Jakubi inma ashku bathi wa huzni ila Allah. Problemet e mia, ka thonë, mërzin time, unë kam ku e çaj te Allahu azza wa jall. Ati ju lutem. Te ai kërkoj ndihmë dhe sabër edhe durim me mdhon shpërblim Zoti xhalla wa ala, edhe Allah subhanahu wa taala pastaj ja kthen të gjithë familjen ashtu siç e dim historinë e Jusufit alayhi salatu wassalam dhe të Jakubit alayhi ma assalam. Dashur vëllezër, ka dallim shumë të madh mes atij që bën sabër dhe atij që ka dëshirë me bë sabër, me bë durim. Ka dallim të madh, sepse është vepër e zemrës. Me pas dëshirë, me thonë unë kam dëshirë me kon sabërli, edhe me qenë vërtet sabërli, durimtar, lypset, mund dhe iman. Për arsye se Allahu xhallahu ala besimtarve ju ka tregu në Kur'anin famlar që me qenë sabërli edhe me pas dëshirë me qenë ka dallim. Sepse disa njerëz në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë thonë kur ende nuk ishte lufta obligative, si ishte lufta renditet e muslimanëve, as si ishte obligative. Thashin ja Rasulullah me na dhon leje me luftu kundër armikut, me na dhon leje, me na dhon leje. Bëni sabër se nuk e di më ajrin kush. Kur Allah azza wa jalla ju është leju me luftu atyre që ju sulmojnë, me mbrojt veten e ju, çata që than, bën impresion pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disi u tërheqën. E Allah azza wa jalla ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun." O që keni besu, pse po e thoni ata që se veproni? Kebura maktan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Te Allah është gjë e urryer, e shëmtuar me thon diçka që se vepron. Prandaj kur dëshiron diçka, mos e lip para kohës se ndoshta s'u bën sabër to, e humb shpërblimin. Mos më çan pastaj nga ky
Prizëm i këtyre njerëzve që Allah Azza wa Jalla i çarton të doje pse nuk i besu. Pse po thonë atë që se veproni? Kebura maqtan inda Allah, është gjë e shëmtuare, rryer tek Allah me folni diçka se vepron, me thonë në ku me bë sabër, pastaj nuk bën sabër. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Maherët të Zoti Gjelle wa Ala dëshironi që të shkoni luftë dhe të desni. Ta shko bo. Dhe nuk është e udhës që muslimani me kërku ballavaçimin me armikun, sepse thot pejgamberi la tatamannu liqa al-adu, mos dëshironi takimin me armikun. Njëri i mençur nuk dëshiron luftë, nuk dëshiron takimin me armikun. Pse? Se din ti a ki sabër as ki sabër Allah. Nuk e din ti pastaj a bjen për i provimit, a te i kalon provimin. Për këtë arsye, mas luftës kena shumë të rima, edhe qëtash, ka shumë që dëshirojnë ballavaçimin me armikën. Po ndoshta të njëjtit, në qoftë se ndodh, kanë me ikë. Pse? Sepse gjuha, kollaj është prej tulit, i jep shumë, po do të me pas kujdes. Do të me pas kujdes për arsye se humbi shpërblimin të Zotit Gjelle wa Ala. Pozita e sabrit në fenë e Zotit dashur vëllezër është shumë e madhe. Thot Imam Ibn Hibani rahimahullah taala, një prej ulemave të dhajt të hadithit, thot sabri është krejt çështja e fesë së Zotit. Është rregull kryesor i fesë së Zotit. Është shtylla e mendjes së njeriu. Është fara e hajrit. Fara e të gjitha hajreve është durimi i sabrit. Për këtë edhe pleqtë tonë kanë një lart shumë të mëshëm, shumë të mirë dhe shumë të mençur dhe shumë të qelluar. Sabri selamet, sabri selamet. Do sabri çet selamet. Edhe çashtu është. Edhe nuk e kanë thënë rastësisht, e kanë mësuar prej dikujt. E kanë mësuar prej xhallarëve që sabri çet selamet në rrugë të drejtë. Ai që ka bërë sabër kur s'është pendu. E ai që nuk ka bërë sabër gjithmonë është pendu, a më vonë. Sepse vendimet i ka marrë pa bërë dyrim, pa ullë gjakrat, pa u qetësu, pa bërë sabër, edhe normal që pastaj vjen deri te më keqja. Allahu Gjelle wa Ala dashur vëllezër aq pa pozitë lartë sabri durimi, saqë e krahason me namazin që ne e falmi. Allah Azza wa Jalla thotë ja ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. O ju të cilët keni besu, ista'inu, kërkeni ndihmë tek Allah nëpërmjet sabrit dhe namazit. I ka bashku. Sepse ju si njerëz, po thotë Zoti, keni mu ballavaçu me jetën, keni mu sprovu, ju kum dërguar dynjë me sprovu. Ju kum krijuar xhenet, s'keni nejt rahat, ai tash në tokë. Xheneti na kon, po s'keni nejt rahat. S'ka nejt Ademi alayhis salam me havën rahat, do sprovu prej Zotit. Ka dalë në dynjë, tash në dynjë keni sprovu. E Allah Azza wa Jall, para se me na sprovu, po na tregon që me çka me te i kalu provimin. Ja ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kërkoni ndihmë nëpërmjet namazit dhe sabrit. Nëpërmjet sabrit dhe namazit. Hala po na tregon çka na sprovon. Po na i tregon kurimin më së pari. Pastaj smundjen. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pastaj thot Zoti, ku më sprovu juve? بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, me frikë, me siguri. النَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ, me paksim nga pasuria, nga fëmijët, nga anëtarët e familjes, do një vdekje. وَالثَّمَرَاتِ, dhe s'keni me pas bereqet, s'ka me pas dritën, s'ka me pas pemë, s'ka me pas perime. Ku më sprovu, thot Zoti. Këto janë sprova që ne sprovome. Qoftë në pasuni, qoftë në evlan, qoftë në shëndet, dhe të gjitha. E pastaj po thot, përgëzoj ata të cilët bojnë sabër. Wallahi wa billahi, këtë ajet e kemi shpjeguar dhe kur ka qenë tefsiri i surës Al-Baqara, ajetin që është në surën Al-Baqara, mirë po ja që tema e sabrit e lidha ajetin prap. Allahu Azza wa Jall dëshiron neve me zor me na çon xhenet. Nëse na lejohet me thonë këtë formë. Me zor don me na çon xhenet. Se na don neve, se krijesat e tij nuk dëshiron me dënu robin. Po na tregon çka kemë na sprovu. Po para se me na tregun çka kemë na sprovu,
por na tregon kurimin e tyre nëpërmjet sabrit edhe namazit. Nëpërmjet sabrit edhe namazit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është sprovu diçka, ka shpejtuar në namaz. Ka marrë abdes, ka fol 2 rekate namaz. Qoftë vdekje, qoftë sprova ndryshme, mas vari ka fol 2 rekate namaz. Andaj provone dashur vëllezër. Provone edhe binduni vetë sa të qetësohet njeriu kur i vjen ndonjë lajm i keq, ndonjë mërzi, ndonjë breng, ndonjë hall, mu çu me marr abdes me fal namaz 2 rekate. E shihni qetësimin që të jep Zoti xhalla xhala. Sepse Zoti po thot, me këto dyja koroni, pastaj sprovat i keni qeto. On familje, on shtëpi, on pasuni, on vdekje, on ndrithan, pare, domethënë gjërat të cilat ju i keni, edhe pastaj po thot përgëzoni besimtarët. Të cilët idha asabatuhum musibetun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Të cilët besimtarë, të cilët e kalojnë provimin nëpërmjet sabrit të namazit, ose kur i godet sprova, çka thojnë? Thojnë te Allah ti jemi dhe thaj do të kthehemi. Amo kjo thoni nuk thotë veç kur des dikush, se na e kemi mësu gabim. Te Allah ti jemi dhe thaj do të kthehemi veç kur des dikush. Si ta pash Facebook di që u bonome. Jo, pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam ka qenë në mezhlis, ju ka fik lampa natën, lampa ju ka fik. U bot terë, ka thonë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Te Allah ti jemi dhe thaj do të kthehemi. Një prej shokëve ti ka thonë, ja Rasulullah, a edhe që kjo është sprova? Ka thonë, çdo sen që i bën dëm besimtarit në jetën e tij është sprovë, edhe duhet me thonë këtë dua. Edhe ai që e thot këtë dua, te Allah të jemi dhe taj do të kthehemi. O Allah, më shpërble për sprovën që më ka godit dhe ma kompenzohë më të mirë se ajo, vetë se Allah ka për të kompenzohë më të mirë se ajo. Kjo është duaja. Andaj dashur vëllezër, shikoni se sa vepër e rëndësishme e zemrës është sabri, durimi. Sabri, durimi është vepër kryesore e zemrës, ashtu ulema islamit thonë, thot Sheikh Abdulrahman As-Saadi rahimahullah. Sabri thotë është komplet imani. Për arsye se imani është komponent që duhet me besu Allah dhe pejgamberin e tij, duhet me kry urdhrat e Zotit dhe duhet me ndalun nga ndalesat që i ka pas Zoti. Për të trija duhet sabër, durim. Nuk ka mundësi pa durim. Me besu Allah dhe pejgamberin e tij, me ndjek rrugën e tij. Nuk ka mundësi pa durim dhe sabër me ardhmë me fal namaz. Duhet me bë sabër, me ardhmë me marr abdes, me kujtof dimnit, edhe me ardhmë me fal namazin e xumos me xhamat, me ngu hoxhën, kanë hoxh kallzon mirë, kanë herë shkon nerva dikush, ama duhet me bë sabër ndaj tina, sikur ndaj meje që janë para juve, edhe me nejt tamam që i takoni muslimanit, me bë sabër, durim, pse me kryeni obligim të Zotit. Po tani duhet me bë durim dhe sabër ndaj ndalesave të Zotit. Sepse vallahi kanë herë s'ki ku e çon synin, ama duhet me bë durim, me ul shikimin. Duhet me ngrej dorën, mos me prek aty ku nuk duhet. Mos me hec aty ku nuk duhet. Pse lyp durim, lyp sabër dash. Dashur vëllezër. Prandaj sabri është vepër jashtëzakonisht e rëndësishme, jashtëzakonisht e rëndësishme e zemrës e cila ka qenë tejet e rëndësishme edhe në kohën e sahabëve, saqë Omer ibn Khattabi thotë wajadna khayra aishina bis sabri. Ka thonë jetën e lumtur e kemi gjetur duke bërë sabër. Pastaj Aliu radhiyallahu ta'ala anhu thotë as-sabru min al-iman bi manzilati ar-ra's min al-jasad. Thotë sabri në iman ka aq rol sa koka në trupin e njeriu. Kaq ka sabri rol të rëndësishëm në fenë e Zotit. Sa koka në trupin e njeriu. A mund me jetu njeriu pa kokë? S'mund me jetu. A mund koka me jetu pa trup? S'mund. Kështu ka rëndësi të madhe sabri dashur vëllezër në fenë tonë, në dinin tonë, për arsye se ne jemi njerëz të sabrit, bëjmë durim, për arsye se e dim që Allah azza wa jalla thotë inma yuwaffas-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah azza wa jalla thotë ju jep shpërblim besimtarëve pa hesab, prej veprave të vetme, që shpërblehet pa hesab, nuk e din shpërblimin e saj. Janë agjërimi Ramazanit dhe sabri. Agjërimi Ramazanit dhe sabri. Për arsye se janë vepra të zemrës të sinqerta për Zotin xhalla wa ala, që nuk ti sheh kërkosh hiç, sepse janë mrena thellë në zemër. Elusmi Zotin xhalla wa ala që të jenë prej tyre, na bëj prej atyre besimtarëve që Allah azza wa jalla ta bëj rrezik, sabrin, durimin në të gjitha sfidat e jetës të cilat neve ballafaqohemi ato, duke lutur Allahun azza wa jalla na fal neve dhe ju, wallahu ta'ala alam.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.